Shtëpia është diçka. Shtëpia është djersa, jeta, gjithë mundi im që kam punuar kaq kohë. Shtëpia çdo gjë. Sot jemi në një situatë tillë ku kemi 30% të paktën, mbi 30% më pak pyetje se ç'kishim para 20-25 vitesh. Pra, total. Praktikisht, fondet për rigjenerimin e pyjeve, për shtimin e sipërfaqes pyjore për pyllëzimin në Shqipëri janë më të ultat në Europë dhe më të ultat gjithashtu në rajon, pra Maqedonia. Ky pyll brezi jo njerë. Unë po dhe fëmijët e mi nuk më çojnë jeshile. Pishme. Si që ishte me përpara. Se pisha shumë e vështirë, nuk bëhet. Kjo është një gjë, një katastrofë shumë e madhe në zonën tonë.